Përshëndetje miq të dashur. Pasha Zoti u befasova sot nga PDK-ja. Nuk jën ka marrën vesh valla, nuk jën ka mbledhën men valla. Si guxojnë me kundërshtu diasporën. Me gjithë parti tjera, pasi të mos PDK-ja sot ka kundërshtu. Unë nuk e di ku marrin këtë guxim, që kretë diaspora u shkri për Kosovë. A prap shkrihet. Ka 1,5 miliard në vit të i pagu për Kosovë, të i dërgu për Kosovë, të i majtë familjen në Kosovë, të i pagu gjitha gjana që kanë i pagu. Si mërët, mos e thamë një fjallë që nuk folet, si guxoni me vepru kështu, a keni gjak shqiptari vëlla, as keni. Kush guxon sot me marrë atë guxim me dalë kundër diasporës? A di mund të regu mu kush? Sa diaspora u përgjegjë për luftë, kur ke lufta. Se 3% ata s'po flasin. Se ku të gata, ato që janë dhonë, ato e kanë vjedhë kretë, ata s'po flasin veç. Po sot, ditë sotit, me kundi kush kundër diasporës, veç i shalën Haruna i madhi Zot, ati ko shumë pari. Miq të dashur, respekt, e inshallah, si shqiptar, mbledhëm men, e bëhëm ton për një për ton. E jemi për qa kështët, runa zë. Respekt, miq të dashur.